Jemi kthyer bashkë kështu me pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit #Gjesi. Kemi paralajmëruar prej fillimit të emisionit që me neve sot do të jetë gazetarja e njohur Naile Dema Selmani, me cilën do të flasim shumë çka rreth gazetarisë, por që do të mundohemi ta njohim Nailen edhe përtej asaj që e shohim ndoshta në media edhe në ekran. Ka 21 vite që ka nisë punën si gazetare, kështu që ka shumë çka me na thonë. Mirëmëngjesi Naile. Mirëmëngjesi Done, faleminderit shumë kënaqësi me qenë bashkë me ju. Kënaqësi edhe për ne. Mirëmëngjesi Naile, edhe nga unë, edhe Donin faktikisht për pak kështu e përmirësu. Nailja gazetare, moderatore, gjithçka mrena medias, s'ka me identifiku më shumë. Pavarësisht krejt roleve që i kom pas dhe pozitave që eventualisht i kom bajt në media të ndryshme, në mënyrë absolute as nuk kam nevojë me mendu që më parapëlqen me më qujt gazetare. Krejt e kemi. Se në gjitha kom qenë gazetare, mbi të gjitha. A përshet që mire, thashun e? Mirë po Naile më thuaj si e fillimisht, nuk kemi pa më ti në ekran. Kemi pa kështu në poste, angazhuar më shumë në bordin e AGK-s edhe në rrjetet e tua, mirë po. Po, në ekran besa jam bo 2 vjetë, nështë që prej kur jam largu prej Klan Kosovës edhe nuk kam qenë kështu tamam në ekran, po prezente jam mundu me qenë në një apo tjetër mënyrë të dhonë intervista kështu si sot që jam këtu bashkë me juve. Në radio mande kalova një vjetë, kam qenë drejtoresha informimit në Radio Dugajine, Radio Zonin ma keni ndëgju edhe me mpa, nështë në rrjetet sociale keni mujt me mpa, po me ekranin e bom një farë marrëveshje me u shkëput pak, veç pak në përshur. E ndjevet nevojshme me intervistat të ndryshme, me gjanat të ndryshme, nuk të kena lon me të mungu ekranin. Jo, e vërtet, edhe të qenë pjesë e AGK-s, sidomos, natyrisht që e kam edhe për obligim me dalë dhe me folë, sidomos për situatën, për gjendje në cilën janë gazetarët, për lirinë e media, si kemi pas plot situata në cilat natyrisht që ka qenë e nevojshme e domosdoshme me dalë dhe me folë. Nailja e nis ditën me ecje, nëse s'ka bëja po? Si sa e ki këtë rutinë kështu? Kryesisht me ecje, valla unë prej kur e maj mend vetën, mos të thëmë, se mos po e teproj pak veç, ko shumë të gjatë, merrem me aktivitete sportive. Tash, një kohë kam qenë në aerobi, një kohë në pilates, një kohë në njëherë shkoj në gym, në herë dalë me ecë, po e kemi pas, tash na u shkëput pak për shkak të dimrit edhe ajrit që kemi shumë të keq, fatkeqësisht në Kosovë, në Prishtinë sidomos, e ndrum, sepse bashkë me shoqen tam Shkëndijën, të cilën e kam edhe në mahall, dalim edhe ecim në mëngjes, është periudha më e mirë e ditës. Për shkak të ajrit, e vazhduam në gym, herë po shkojmë, herë s'po shkojmë, se pak në krahasim me ecjen normal është tjetër ndjesi, nuk është njësoj, po ideja është mos me u ndalë, me u marrë me një aktivitet fizik, me tu ju përshtat rrethanave dhe kohës edhe vendit ku je. Për atë arsye ndoshta po me të kështu e re. Me të papër, nuk e di sa vjeçive s'do kësh. A përshë fërtis që ecja të një manë ma shumë se sa fitnesi? Ja, u rekomandoj fërtisa dhe ecja, po ecja absolutisht ecja të një manë. Se e patëm një debat në 7 mëngjesit, a me eca me shku në fitnes, se edhe një ma i personi që eci kështu, e fërtisa e preferon ma shumë fitnesi. Ecja verës, kur dalin, do me thonë, s'ka ndjenjë ma të mirë se me pa djellin të lind e ti e tu ecë rrugës. Ne shohem mirë bashkë qaqeret për stash në punë. Jo, qaqeret, se ndryshë s'ka kuptem, a një botë në gjatë. Jasë mojna në 5 e gjysë. Qysh mu motivu mu që ka gjeni motive? Dhe shumë e tishtë. Dhe është më herë për njerëzit që punojnë në media, është e domosdoshme një shkputje kështu prej punës, televizionit, kamerave, shtiklave, gjithë shka tjetër dhe më dalë. Vërtet, Forteza, në fakt, kur kom vendos në 2 muaj të verës, nuk jam marrë me absolutisht asnjë aktivitet që lidhet me median, me informimin, me angazhimet e mia publike kur gjo. Edhe e kom pasa e nevojshme është, edhe ja u rekomandoj fuqishëm menaxherave të mediave, sidomos, në qoftë se dojnë me i pas stafin gazetar, sidomos ata që dalin në ekran çdo ditë si puna juaj, e që është shumë konsumuese, tepër të lodhë, të merr energji, normalisht edhe të jap energji edhe të jap shumë kënaqësi puna, por edhe të merr shumë energji në të njëjtën kohë, kështu që e rekomandoj fuqishëm çdo vit së paku 1 muaj me bo një shkëputje
totale, prej ekranit, prej aktivitetit, prej lidhje me gazetari. E di që menaxherave s'u pëlqen kjo, po Thuj edhe një herë. ndajnë që pjesë. Nuk e di nëse ose çu producenti o të na këshy. Po, gjatë këtë kësaj periude se e the edhe vetë që është shumë e vështirë 21 vite në media, 15 vite çdo ditë ndoshta pjesë e ekranit, domethënë e pashmangshme ka qenë mosdalja jote në ekran, sa ke arrit me e mbajt krejt këtë tempo, krejt këtë sepse gjithmonë kur të kemi pa energjike, të kemi pa, domethënë ndoket na krejt e kena si të kallët kamera është një botë këtë tjetër për neve. Është e vërtetë ka një farë magjie të pashpjegueshme. Edhe njerëzit që nuk e kanë përjetu, veç thjesht nuk të kuptojnë, të këshyrin pak si kështu. Me një moment motra më pa thonë, po tutna me hap frigoriferin se edhe që aty kime më dalë. Në emision në radio, në lajme, në Rubicon, në emision masdite, ka qenë një farë periudhe që ka qenë nevojshme me funksionu kështu. Unë nuk jam lodh asnjëherë prej ekranit. Është tepër e magjishme kjo puna. Ka ndodhur që kam qenë keq me grip, ndonjëherë keq edhe me gjendjen time emocionale, me çka do qoftë, kam mujt me pas ditën më të keqe në botë, por në momentin që u dhes drita e kuqe edhe unë kom nis me komuniku me shikuesit, me opinionin publik, absolutisht, edhe as hund nuk më kanë rrjedh më, nëse kanë qenë të më rrjedh, as të shtitja se më ka kap më, as kolli, as kur gjo. E ka një farmagjie skena, edhe po të konsumon, të lodh, të duhet që ajo pauza me bo edhe me u kthy prapë. Pauza një muj. Pauza një muj, që mjafton. Ama me u kthy prapë, se për një me po është t'jap energji shumë të mirë për njerëz që e dojnë, tash ndoshta ajo të gjithë e kanë këtë farë lidhje me emocionale, se pa e pas ashtu është, e kam përshtypjen që e kishe pas shumë të vështirë me qëndru 15 vjet me një vend pune nëse se kishe pas qatë emocione. Po se shpesh e marrë dhe në atë komentin që shpo mundesh me qesh në 7 mëngjesit. Dhe në dhe, që tha dhe Naila nuk është e kuptojnë këtë si t'jesh para kamerës, është ke diçka tjetër. Mirë po, Naile, kjo shkputja jote pas 21 vitësh, ndonë se jo krejtësisht nga media, me zëtat nga ekrani, ishte e nevojshme për ty, apo si ndodhe? Po, Forteza, ka qenë e nevojshme dhe ka qenë zgjedhja e jamja, në fakt se vjen një kohë kur edhe përveç trunit edhe trupit ta kërkon me undal pak. Tempo e informacionit në bazë ditore është sidomos nëse ki edhe përgjegjësi menaxheriale për një met të lodh shumë, edhe të konsumon shumë, edhe të merr shumë energji, kështu që vjen një moment kur veç ki nevojë me bo një shkputje, me reflektu pak, me pa çka realisht po don me bo me veten edhe me jetën tane. Tash ideja është që unë jam rrit bukfalisht se 17 vjeç kam nis me punu në Zog Mëngjesi dhe Mollkuqja, kanë qenë 2 revista moti shkollore. I ku radhitje. Ato kanë qenë një farë formati, poezi, vjersha, proza, çka do që shkruajshin nxans në shkolla të ndryshme, i kanë dërguar në redaksi me dorëshkrim. Mandej unë ku marr prej dorëshkrimit, i kam bërë radhitjen në kompjuter të tënë edhe mandej shkon një dizajn aty nëse nuk ka një dizajn edhe e njëjta ka shkuar në shtëp. Tash unë kam qenë 17 vjeçë kur kam nis këtë punë me bën në redaksinë e Zog Mëngjesit dhe Mollkuqës. Nuk kam qëndru gjatë, se mandej veç fillova me studiu edhe bona një shkputje, po vazhdova mandej në lajm, ka qenë gazeta e madhe, formatit madhe, po edhe e madhe kështu si gazet. Vazhdova aty për 4 vjet, mandej me Klanin 15 vjet, me Radio Dugagjine 1 vjet, tash po vazhdoj me qenë pjesë e medias, nëse jo në baza ditore, gjithqysh përmes AGK-s, përmes Gjo Postit, përmes aktiviteteve që unë i kam me kompaninë që tash e kom bo, edhe absolutisht, kur po them, e kisha të nevojshme me reflektu, nuk e mendoj që unë duna me ndru se s'ka kohë tash, as ka mas dëshira, as vullnet me ndru profesion, sepse unë mendoj që jam rrit edhe marrë frymë si gazetare. Nuk di me jetu ndryshe, nuk di me qenë ndryshe. Unë vazhdoj me i pa, pavarësisht që tash studion të cilën e kemi hapë bashkë me kolegën tam, shoqën tam Iliri Pirevën, vazhdoj me u marrë me gazetari, po e ka të një farë dozë të biznesit në ta, unë vazhdoj me i pa krejtë si gazetare. Edhe dhëm, jo s'mundem me bo qëta, sepse nuk është në rregull me bo qëta. Vazhdoj me qenë gazetare, edhe as nuk kam në i farë tentimi me ndru vetën.
e gjatë krejt kësaj periudhe 2 dekada, më shumë se 2 dekada në ekran, në skenë dhe në gazetari, po besoj që ka pas edhe periudha të cilat kanë qenë sfiduese dhe të vështira për ty. Cila është ndonjë që te kur do të folet për gazetari edhe për Nailen e kujton si një moment që ka qenë sfiduese dhe i vështirë për ty, se besoj që krejt kalojna në periudha të vështira gjatë krejt kësaj kohë. Po, absolutisht, tonë kom pas momente kur kom dash me lonë gjithçka, edhe kom thonë, diçka nuk du ma me... Po në të njëjtën ditë ka ndodhur që kom taku 2-3 njerëz dhe më kanë thonë, o sa mirë, po të shohim e kështu, edhe do më thonë... Ta kanë ndru mendjen aty për atë. Edhe nuk e kom pas shumë seriozisht, e kom pas kështu momentale, se nuk është e lehtë me lonë një profesion të cilin ti e donë dhe e bën me... Unë besoj që ideja pse dikush qëndron gjatë në një profesion, sidomos në një të tillë çfarë e kemi na, krejt çelësi i qëndrimit të gjatë është fakti që ti e don, edhe ti nuk e konsideron, nuk e trajton si punë, po e ki mënyrë jetese, do të thonë merr frymë të qenë gazetarë dhe të jetu si e tillë gjatë gjithë kohës. Ato ka të bo vetura ashto shtikla, setra, make-up? Ja kam në bagazh i kam 2-3 parë që i maj aty për çdo rast. Ka edhe setra, edhe këmisha, edhe fan të flokëve, gjithçka, do të thonë, ka vazhdojmë i mbajt, halo. Tash, a ka pas periudha të vështira? Po, ka pas. Një që unë e konsideroj që ka qenë më e vështirë një 2 mujsh, nëse muj me thonë, i kohës e pandemisë. Na nuk kemi nalë, e dëni gazetarët kanë vazhdu me dalë në ekran, kanë vazhdu me pavarësisht krejt dilemave që i kemi pas, pavarësisht krejt mjegullës informative që e kemi pas, nuk e kemi di çka ka me ndodhë në anën tjetër, e kem bajt, mas shumë ti më ka brengos përgjegjësia të cilën e kom pas, mos po e barti virusin e po e qoj në shpe. Tash, qa pa të ndodhë në kartamin edhe në do më thonë, për me shti veturën në garazh, e kam një derë për me hy direkt në salon. E pa ta kriju një farë mini garderobe aty. Edhe nuk guxoj kisha absolutisht kur gjatë temën që e kisha në punë vesh me shtim randa në shpe. Ka qenë e lodhshme, ka qenë stresuese, psikikisht ngarkesë tepër e madhe. Ndërkohë, kur ka përfundu krejt ajo situatë, ko marrë vesh që ka pas njerëz të cilët kanë qëndru para ekranit dhe më kanë thonë mirë shumë që se kom ditë në qatë periudhë, sa përgjegjësi të madhe kom bajt mbi vetën. Se ndoshta ma kish bo dhe ma tranë situatën. E më kanë thonë, të kemi pa ty, e kemi këqyrë ftyrën tane, dhe nëse ti ke qenë mirë, na kemi besu që situata është mirë. Nëse ti ke qenë keq, na kemi pas frikë, kemi mendu që situata është keq. E thash shumë mirë që se kom ditë në qatë periudhë, që po e barti këtë përgjegjësi kaq të madhe, se absolutisht ishtë bo barë shumë e madhe. Në anën tjetër, unë kom pas situata që kom shku në punë tepër e mërzit, unë se ka ndodhë që ose si ke pa njerëz të tu të dashtun të familjes me mujtë të tanë, se s'ke guxu me shku për shkak të virusit, ose je dalë, ka qenë krejt qyteti zbrast, një farë e dëni që shka qenë periuda. Po që ajo ka qenë shumë e vështirë. Kisha pas shef në shta dhonë me qenë në shpe, me umbu, mos me dalë. Ajo ka qenë eksperiencë vetë dhe shqyqyshemi, se shtash janë bu 5 vite nga pandemia. Këto dhe sot, nesër, nuk e di kur. Personalisht, kur flasin njerëz për pandeminë dhe për mbylljen, nuk është shumë i kuptu shumë, se na kemi qenë gjatë gjithë kohës në lëvizje në teren, madje shpesh edhe të e lujt rolin e infermierit në pulmologji, mund është më shku këto, mund është më thirë këta, sepse kemi raportu gjatë krejt kohës prej vendit të ngjarjes, kështu. E nuk di që është me nejtë më shenjë në pandemie dhe me... Nëse i një konë vazhdimisht në punë. Naile, pas parasysh që përpos kësaj që përmende eksperiencës tonë, dhe të je pjesë edhe e bordit të AGK-s. Thuaj paka shumë si për shkum puna atë, edhe praktikisht e përmende dhe që kemi pas shumë herë dhe rastet dhunës gazetarëve e gjitha këto. Se e plesëm faktin që vazhdimisht raportojmë, vazhdimisht bëjmë thirrje, reagojmë po ashtu edhe organizatat e huaja, edhe vazhdojmë situata një. Po, fatkeqësisht në AGK e thash në kuptimin që kemi pas nevojë me reagu dhe vazhdojmë të kemi nevojë me reagu, fatkeqësisht sepse mira kishte mos me pas nevojë me reagu hiç, në kuptimin që thjesht me i lën gazetarët me kry punën e vet. Por jo në të gjitha rastet, është kështu, jo gjithmonë është kështu. Unë në AGK jam në mandatin e dytë, tash jam nën kryetare e bordit të AGK-s, në mandatin e parë kam qenë antare.
AGK-ja mendoj, tash po t'inglon keq se unë jam pjesë aty, po shqyqër që e kemi. Me e pa mu nuk ka hiç rëndësi kjo pjesë. Shumë mirë që gazetarët e kanë një organizatë të tillë, sepse për një me ka shumë rëndësi mbrojtja, reagimi, e tha edhe ti Fortisa që do më thonë alarmimi, le ta quajmë, i organizatave ndërkombëtare që i mbrojnë gazetarët, ka ndodhur në plot raste edhe për situatën në Kosovë. Edhe kjo fal bashkëpunimit edhe reagimit me AGK-n. Kështu që AGK-ja vazhdon me pas shumë të qartë rolin e vet. AGK vazhdon me thonë zëshëm edhe fuqishëm që krejt çka duhet për gazetarë është me i leju me kry punën e vet, që nuk po ndodh të na fatkeqësisht. Kështu që mirë që e kemi shumë AGK-n, uroj mos me pas nevojë për kaq shumë reagime sa ka se të bëjnë bukur shpesh të rastet e dhunës ndaj gazetarëve, sidomos viteve të fundit. Do shta vite më herët nuk e di, mund të mos jem saktë, për arsye që nuk e di, ndoshta edhe s'kam qenë vetë pjesë e mediave, megjithatë vrej që është një klim bukur e tensionuar ka ka e thonë edhe statistikat, Fortisa, do me thonë nuk është që kemi nevojë me hamencu, se e thonë edhe statistikat që ka rritje të rasteve të dhunës ose të pengimit në punë të gazetarëve. Po thuaj se çdo javë kemi qoft një gazetar terreni, qoft tek qeveria aty, qoft dikush në rrugë, dikush e shtyn, dikush provon me largu, dikush edhe kjo është pengesë në punën e gazetarëve. Për ata që eventualisht nuk e kuptojnë edhe nuk ju duket që thonë, ok, se s'u bo nami nëse nuk jam me u ofru me bo një pyetje të kryeministri ose të presidentja, po u bo nami, se nuk ki të drejt me shty, as me prek gazetarin, as me pengu në kryerjen e punës vet. As më pak kur vjen nga dikush institucion. Absolutisht. Pas reagimeve në AGK të shpeshta po janë ta shtetutje dhe reagimet e tua në rrjetet të tua sociale dhe tek Gjeoposti me cilën ko pas kohë po je praneshme në rrjetet sociale. Pam një reagim të fundit për situatën politike në vend. Ai reagim e ka bo namin. Po. Moj naile. Nuk kemi mësu nailen me pa ndoshta në atë formë. Kemi pa në ekran ndoshta me reagimet të tjera, po. Toni është, do me thonë, çështja e profesionalizmit, mendoj që e kërkon edhe këtë gjatë. Derisa je të punu në një media dhe je gazetare, me kontrat punën në një medium të caktuar, shpesh herë detyrohesh me bo një farë autocenzure në kuptimin e paraqitjes së reagimeve ose bindjeve tua, nuk po them bindjeve politike, se vazhdoj mos me bo diçka tillë, nuk është që unë nuk kam qëndrime politike ose nuk mendoj që diçka është mirë dhe diçka keq, po thjesht nuk du me e shfaq publikisht, sepse vazhdoj me mendu që duhet me vazhdu me mbajtur kriterin profesional të gazetarisë, pavarësisht faktit që nuk jam pjesë aktive e një medje të caktuar. Po ideja është që sa je në media, shpesh e kursen, kushtimisht po them vetën, edhe prej komenteve të tilla, edhe prej shfaqjes së pakënaqësisë, për shkak të lidhjes të emrit edhe të figurës tënde të ngushtë me mediumin në cilin punon. Edhe shpesh njerëzit e keq kuptojnë. Nëse unë sa kam qenë në Klan, kisha dalë me thonë një deklaratë të tillë që situata në Kosovë është shumë keq, me i kritiku politikanët ose ngjashëm, absolutisht nuk kishin thonë që Naila po e mban që çndrojmë, po Klani. Kështu që duhet me pas shumë kujdes me mbrojt përveç integritetit tënd edhe të institucionit ku punon. Po që situata politike në vend nuk e kurseve, pse? Situatën politike në vend nuk e kurseva dhe nuk i kurseva as një subjekt politik, do me thonë. Çka mendoj që u keq kuptu në reagimin tam, ka qenë u keq kuptu me ose pa dëshirë, nuk e di, po ka qenë fakti që varësisht prej cilit kamp kanë qenë komentuesit, kanë mendu që unë jam kundër tëne. Do me thonë, çka i bjen kjo, militantët e vetëvendosjes kanë mendu që unë po e kritikoj vetëvendosjen, ata të PDK-s kanë mendu që po e kritikoj PDK-n, të LDK-s ngjashëm. Ideja është që unë nuk kam përmend asnjë subjekt politik dhe kritika ime ka qenë dhe vazhdon me qenë për krejt partitë politike dhe politikanët e papërgjegjshëm pa asnjë përjashtim. Në një kohë kur ti e ki arsimin vazhdoj me mendu që është në gjendje të mjerueshme fatkeqësisht, shëndetësinë e ki në vdekje klinike, që kom qujt edhe në postem, ki probleme bazike, jeton në një vend ku qosh në mëngjes nuk ka rrymë, nuk ki ujë, faturat e larta.
detyrohesh me mbaj 2-3 parë këpuc në vetur sepse lloçi na ka mbulu e bërlogu gjithandej, edhe ti qosh edhe e bani kritik për kushtet bazike të jetesës të cilat nuk po t'i ofrojnë. Edhe unë mendoj që politikanët absolutisht janë të papërgjithshëm nëse nuk po e kryjnë punën e vet, me na ofru këto kushte, ndërkohë po bëhen kaq tek kanjaz sa që po këshyrin po bojnë shumë kalkulime, shumë matematika, kush kujt po ja lëshon pak më shumë, kush po fiton më shumë, edhe në këtë kuptim ka qenë edhe reagimi në rrjetet sociale, por që njoni të detyrova mi thonë, hiqe mizën mas veshë që e ki, dhe madje e ki let me lexu drejt reagimin që unë e kom pas. Kur po thu njerit, është fjala për ndonjë politikan? Njerit komentues. Njerit komentues. Komentues. Që është politikan apo jo? Jo. Okej. Qytetari thjesht. Qytetari thjesht i politizuar. I politizuar. Jena Iles, ka kemi cilat janë planet të tua në vazhdim? Kemi me të pritë që presim që me u këthy prap në ekran, apo do me vazhdu kështu që shqe? Po që edhe me kompanin që e ke themelu tash bashkë? Momentalisht është Nexa Communication Studio, po vazhdojnë me u marrë me komunikime, me gjitha llojet e komunikimeve, në kuptimi profesional të fjalës, çka i vjen kjo me kriju strategjit komunikimit, me zhvillu intervista profesionale, nëse një proces ka nevojë me u shpjegu ose me u tregu me ma shumë detaje, me bashkëpunu me kompani të ndryshme për çështjen e komunikimit. Gjithashtu jem të i bo këto intervistat që realizohen 2 herë në muaj me Gjo Postin, në të cilat po flasim për narrativa propaganduse, fake news, dezinformim, gjitha llojet e çrregullimit të informacionit. Edhe mendoj që kemi shumë nevojë në këtë pikë me vazhdu me diskutu, sepse ka shumë mungesë të edukimit medial, ka shumë nevojë me pas edukim medial, me ditë me i lexu lajmet, cilat janë lajme të bazume në fakte, edhe cilat janë thjesht dezinformata ose propaganda që synojnë me mbri, një narrativ që synon me propagandu një çështje apo një çështje tjetër. Në ekran nuk e di, nuk jam të e mendu njëherë, ama po besoj që kthena, kur nuk e di, ama ekranin edhe median, sidomos gazetarin televizive vazhdoj me dasht shumë, kështu që prej se me u këthy në ekran shumë shpejt, po besaj. Por shumë shpejt nuk e di që atë thëmë. One po rej që shumë shpejt tash. Dëshirë personale. Po të s'po du me thonë që jo nuk du me u këthy, jo ka qko, jo se të s'ke qenë kategorike, jo asë njëherë për e këthem, po të presim në shta shumë shpejt. Unë jam po mendoj, nuk jam të ungut, jam të marrë njëherë, po du me adhon kohën e nevojshme kompanisë. Gjithashtu, kjo emisioni me Gjo Postin që po transmitohet në YouTube, që i bjen që ka vizualizim dhe absolutisht nuk jam të ungut, as nuk jam të dashme ungut, po e shoh të pa të boa, të pa që është. Gjithçka me kohën e vetë dhe në vendin e vetë, na Ile është kënaqësi për shumë faleminderit. Edhe uroj që të vazhdosh kështu me shumë punë projekte edhe punë pandalshme në AGK sepse faleminderit shumë, e vlerësoj shumë edhe u kënaqa, faleminderit.